Burime për News 24 thonë se Ilir Meta i ka kërkuar Partisë Demokratike të jetë kandidat për deputet në listat e mbyllura të qarkut të Fierit. Ndërkohë i pyetur gjatë deklaratës për media, Sali Berisha as se konfirmoi një lajm të tillë dhe as se mohoi. Janë të tjerë që po merren me negociata, por unë mund të konfirmoj ju se ai do jetë në listë të mbyllur dhe nuk mund të ketë mendoj. Përgjërsa të ekzistoj kjo listë as një koment. Një njeri i burgosur që Edi Rama e man në burg për shkak të frikës dhe të merrit që ka. Edi Rama kërkon të marrë mandate duke burgosur kundërshtar politik, atëherë ai do të jetë në parlament dhe do të jetë fitimtar. Të njëjtat burime thonë se Tedhi Blushi dhe Erisa Xhixho do të jenë në listën e mbyllur të Tiranës, ndërsa Edmond Haxhinasto do të jetë në listën e mbyllur të qarkut të Elbasanit. Gjithashtu Berisha komentoi edhe videon e Edi Ramës me sekretarin e përgjithshëm të kryeministrisë Angela Gaçi. Në rast se ai është operuar, unë kam koment si për çdo të smur. Shërim të plot. Në rast se ai për llogaritë të vetes dhe Edi Ramës ka bërë le malade imaginaire, atëherë ai është i pashpres.